Në komunën e Bogovinës gjatë këtij viti pritet të realizohen disa projekte kapitale, ashtu siç ishte premtuar në fillim të 2025 nga vetë kryetari i komunës Besnik Emshiu. Të njëjtën ai e përsëriti dhe ditë më parë për televizionin Koha, ku deklaroi se për momentin pritet realizimi i projekteve nga mjetet e qeverisë, siç është salla e sportit dhe disa investime të tjera në vendbanimet e kësaj komune. Investimet kapitale për momentin nga, si themi, mjetet nga qeveria që ka pas thirrjen e parë, ne konkretisht kemi konkuruar me sallë sportive në Bogovinë, komplet 60 milion denar të ndarë nga qeveria, e kemi qenë për sallë sportive në Bogovinë. Kjo është thirrja e parë. Për thirrjen e dytë kemi konkuruar diku me 200 milion denar projekte, ndër projektet kryesore. Jam munduar të përfshij të gjitha vendbanimet e komunës së Bogovinës. Në Pirog kemi 2 projekte, siç është rruga e Jurisë dhe një kanal të shkolla. Në Bogovinë kemi rrugën e Rakovecit që i themi, Rakovec kemi rrugën Bogovinë-Rakovec për të ndërtuar. Në Zhirovian kemi sallën sportive të ndërtohet për shkak se nuk është funksionale dhe rruga që i themi, rruga që lidhet me rrugën e Tenovës, 2 projekte kemi në Zhirovian. Në Palçisht kemi shtratin e Lumit, në Kamjan shtratin e Lumit, në Kamjan gjithashtu kemi edhe rrugën si them që lidh Kamjanin me Sedlarcën. Do të thotë gjithsesi kemi 14 projekte të fituara nga thirrja e dytë e qeverisë. Sedlarcë kemi 2 projekte, njëri që e lidh rrugën Planet Sedlarc dhe tjetra e fituar nga Banka Botërore në periudhën Ministrisë të Transportit jashtë projektit të qeverisë është rruga Sedlarc-Bogovinë, që themi rruga Sedlarcës. Do thotë 2 projekte që lidhen Sedlarca. Duke pasur parasysh se në tetor do të mbahen zgjedhje të rregullta lokale, kryetari Emshiu konfirmoi se do të rikandidojë dhe për një mandat tjetër. Unë do të jem kandidat nga Bogovina për kryetar komune, me siguri do të ketë edhe nga vendbanime tjera, po të shohim si do të vendosë subjekti politik apo fronti evropian nëse jemi kështu bashkarisht. Kryetari i Bogovinës gjithashtu premtoi dhe investime tjera që presin të realizohen së shpejti, siç është ujë nga Sumreka deri në Bogovinë, projekt që është në përfundim e sipër për të cilin mjetet janë të ndara, ndërsa shpresoi që së shpejti do të hapet dhe thirrja nga Ministria e Ambientit Jetësor.